Është tani kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bashkëbisedim online me qytetarët. Lëndet helmuese, djegëse, kimike, një lloj si ato që përdoren në llogaret e luftës kundër armiqve, i përdorin ndaj protestuesve paqësor të protestës rinore qytetare. Por duhet theksuar se dalgët e kësaj lëvizje jo vetëm që nuk po shuhen, por po bëhen gjithnjë e më tronditëse për Edi Ramën dhe regjimin e tij. Miq, ju që ndoqët mbrëm dje në pallatin presidencial, ju pat aty një dyftyrsh, një cinik dhe një njeri të falimentuar. Njeri që ignoroi de facto totalisht kërkesat e ligjshme të protestuesve që po bëhen prej 2 muajsh. Kërkesat më themelore të kësaj proteste janë 5 pikat, nga cilat e para është Edi Rama jep dorëheqjen, të parevokueshme, të panegociueshme. Nuk ka kërkesë me legjitime sepse Edi Rama nuk është një kryeministër legjitim. Edi Rama është instaluar në pushtet nga zgjedhjet plaçkitura të vërtetuara tashmë nga gjitha raportet ndërkombëtare. Edi Rama qëndron në pushtet pasi kanë vjedhur qindra milion euro së bashku me Lubi Ballukun dhe mbrojti atë për të mbrojtur veten e tij në një akt të paprecedent. Dhe në shkallë të plot papërgjegjësi u thoshte dje se në 100 vitet e fundit nuk është dënuar ndonjë zyrtar për korrupsion, pa çka se vetëm 30 vitet e fundit 2 ish kryeministra socialist kanë bërë burg për veprën penale të korrupsionit. Po kur nuk ke turp, bën çdo gjë dhe thuhet çdo gjë. Pra, opozita në një përpjekje të jashtëzakonshme e mbajti parlamentin. 5 orë me 2 çështje kryesore. Reforma territoriale. Dhe çështja e dytë, kërkesat e protestuesve jashtë parlamenti, të cilët kishin vetëm një kërkesë. Nuk përfaqësonin një të vërtet absolute. Ky parlament dhe këta deputet të pseudo-mazhorancës nuk përfaqësojnë qytetarët. Ata përfaqësojnë miliarda euro të taks paguesve shqiptar të përdorur sipas dokumentave ndërkombëtare për të ndikuar, për të kontrolluar vullnetin e zgjedhësve. Ata përfaqësojnë grupet terroriste të shpifura të patronazhistëve
që sillen si polici politike e votës. Ata përfaqësojnë kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë. Ata përfaqësojnë plaçkitjet më të mëdha të pasurisë publike dhe vjedhjet e buxhetit. Përfaqësojnë botën e krimit. Dhe në asnjë rast, në asnjë rrethan qytetar shqiptar. Ja sepse Partia Demokratike kërkoi me insistimin më të madh shkrirjen dhe përfundimin ditën e ejtë të parlamentit të shkurt parlamentit shqiptar. Sikundër, denoncuam para shqiptarëve dhe mbar botës aktin e papërgjegjshëm të Edi Ramës të tërheqjes së një anshme nga reforma territoriale. Të dashur miq, në krye të radhës kam deklaruar se me Edi Ramën reform nuk ka. Por nga ana tjetër, jo një apo dy, po 10 qindra dhe më shumë qytetar nga të 4 anë të vendit kanë kërkuar që Partia Demokratike të marrë pjesë në Komisionin e Reformës Territoriale për të mbrojtur interesat e tyre në këtë komision. Dhe ne këtë bëm. Zoti Luciano Boçi në kryet të këtij komisioni nga ana jonë dhe deputetët tanë bën një punë jashtëzakonisht serioze. Përgatitën me seriozitetin më të madh së bashku me ekspertët e fushës projektin më të mirë të reformës ardhshme territoriale, ku bashkitë nga 60, jo që nuk zvogloheshin, por dyfishoheshin, në të cilin, përveç bashkive, shtoheshin 10 komuna si pas teritorëve ku ato është e mundur të ngrihen dhe ndryshimet e thella demografike lejojnë ngritjen e tyre. Pas konsultave të gjëra në të cilat bipartizane, qytetarët e të gjithë spektrit politik, demokrat dhe socialist dhe pa parti, demaskuan një zëri reformë në shkurt e Edi Ramës. Edi Rama vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet dhe votojnë në mënyrë të një anshme raportin dhe të kunaligjshme raportin e Maznikut, i cili s'ishte paraqitur në komision. Pra, ai bën gjithçka për një konfrontim dhe unë ftoj qytetarët që këtë reformë kaq të rëndësishme për ata, për komunitetet e tyre, për zonën e tyre, të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij. Edhe një herë ju përshëndes dhe jam i hapur të përgjigjem çdo pyetje tuaj. Faleminderit. Dejona Ruka, doktor, çmimet janë arritur aq shumë dhe nuk po ja dalim dot të mbyllim muajin. Po blejmë gjithnjëherë më pak produkte ushqimore. E keni ju ndonjë plan konkret se si ta zbusni këtë inflacion të çmimeve, po ndonjë plan konkret për rritjen e pagave në përgjithësi? Faleminderit për pyetjen Dejona. Pa diskutim që dara e varfrisë në këtë vend shtrëngohet para zgjithash nga rritja e madhe disproporcionale e çmimeve në raport me rrogat.
rritje kjo e cila ka si shkak themelor narko-euron dhe narko-shtetin. Por rritje kjo për cilën Partia Demokratike ka një përgjigje flak për flak për neutralizimin dhe zbutin e saj. Së pari, vendosja e minimumit jetik 200 euro për çdo shqiptar. Së dyti, heqja e TVSH-s ose zbritja e saj në 6% në të gjitha produktet ushqimore. Së treti, dyfishimi rrogave dhe pensioneve me një politik agresive të rritjes tyre. Unë kam besim se me këto 3 masa, kjo darë që shtërgohet, çdo muaj e më shumë, në fytyn e shqiptarëve do mund të bllokohet dhe të lirohet. Gjon Lejthia, përshëndetje doktor. Jam Gjon Lejthia nga Shkodra, kam një pyetje. Përse pranua të uleni në tavolinë për reformën territoriale pa ndërmjetësinë e ndërkombëtarëve? Doktor, ju më mirë se askush e dini se me Partinë Komuniste në pushtet nuk ka marrëveshje. I dashur Gjon, s'pari të përshnes dhe të falenderoj për pyetjen. Pyetjen e drejtë. Por cila është e vërtetë e uljes në tavolinë? E vërtetë e uljes në tavolinë është kjo. Kjo reform është sponsorizuar në mënyrë bujare, në mënyrë shumë bujare, nga ambasada e Konfederatës së Zvicrës, e cila ka qenë interesuar për kontributin më të madh në këtë reformë, duke ditur rëndësinë që ka kjo për qytetarët shqiptar. Së dyti, kjo reformë, Gjon, në qoftë se lexoni raportin e muajit tetor, jo të vitit kaluar, jo ma të këtij viti, po të tetorit të vitit kaluar, të Komisionit Evropian për Shqipërinë, reforma territoriale dhe reforma elektorale me pjesëmarrje të gjerë, pra opozit, janë përcaktuara si kushte themelore për integrimin e Shqipërisë, për integrimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Së treti, në këtë kuadër, në këtë kontekst, Komisioni dhe të 2 bashkëkryetarët miratuan me konsensus një agjendë, e cila fazën e parë e kishte konsultime në të gjitha qarqet e vendit me qytetarët dhe grupet e interesit. Dhe këto konsultime vazhduan në shumicën e qyteteve të vendit. Në këto konsultime, qytetarët, pavarësisht nga përkatësia partijake, sulmuan ashpër reformën e Edi Ramës dhe deklaruan se ajo nuk ishte në funksion të interesave të qytetarëve, por në funksion të interesave elektorale të Edi Ramës. Kështu që pikërisht në kohën kur duhet të paraqiteshin ndërmjetësit e huaj, përfaqësuesit e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale, për të dhënë mendimin e tyre, për të vlerësuar draftet, projektet e përgatitura nga ne dhe nga Partia Socialiste, të cilët janë shumë të ndryshme, Edi Rama u tërhoq në mënyrë të njëanshme. Tani, të them të vërtetën, Gjon, për të marrë pjesë në këtë reformë, ne kemi pas kërkesat pafundme nga demokratët, nga qytetarët tanë, të bashkëtoretheve të ndryshme, të komuniteteve të ndryshme.
që ju duhet jeni aty dhe jo të me mungesën tuaj të lejoni që Partia Socialiste të bëjë çdo gjë. Unë isha i bindur se Edi Rama do bënte çdo gjë si çdon. Por ne bën punën më serioze për një reformë të vërtet territoriale. Albi Topi, doktor të përshëndes, një miku im ka një hotel të vogël në zonën e plazhit. Vuan për punëtor, pasi rinia ka ikur në emigracion. Ka punësuar me shumë mund dhe me kosto të lartë disa punonjës të huaj dhe me këtë sezon thotë se do t'ishte me fat si kur të dilte pa humbje. A keni ndonjë program për bizneset e turizmit dhe çfarë do të bëni për t'i rikthyer të rinjt në vendin e tyre? I dashur Alpi, turizmit, dy sektor të ekonomisë së vendit janë goditur në mënyrë më fatale nga narko-euro. Së pari prodhimi dhe eksportet, së dyti turizmi. Turizmi i cili vetëm për shkak të kursit të eurove është bërë 30% më i shtrejt. Po në qoftë se shton këtu, çmimet, rritjen stratosferike të çmimeve të ushqimeve dhe çmimeve tjera, atër përveç dhomës hotelit që turisti e paguën sot për shkak të kursit të euros 30% më shtrejt, të gjitha tjerat e bëjnë turizmin shqiptar një turizëm të papërshtatshëm krahasuar me çmimet. Kjo ka bërë që të rinjt shqiptar të largohen masivisht. Ju keni me shumë të drejtë, shtoni me shumë të drejtë. Sot, sipas një statistike paraprake, në Shqipëri janë të punësuar mbi 23.000 të huaj. Dhe në bërë sigurisht punësimi i tyre është mjaft i kushtueshëm. Po, projektet tona janë shumë të rëndësishme. Së pari lufta me zero tolerancë ndaj karteleve të drogës dhe trafiqeve të drogës në mënyrë që kursi i këmbimit lek dhe euro të jetë normal. Së dyti, sistemi i tatimit për hotelet duhet të shihet me përparësi të madhe. Sot të gjitha investitorët strategjik që në tërësi janë baron droge e tjerë, i kanë hotelet dhe resortet të tyre pa taksa, kurse ti me një hotel të vogël apo miku yt me një hotel të vogël paguan dhe çimet e kokës. Këto marrin fund. Së treti, është e domosdoshme, zoti Topi, që punonjësit sezonal të kenë një trajtim gjithvjetor. Dhe ky trajtim gjithvjetor i tyre nuk mund të bëhet vetëm nga sipërmarrja. Ky trajtim gjithvjetor i tyre bëhet në bashkëpunim me një bashkëkontribut së bashku me shtetin. Dhe kjo është e domosdoshme, këtë e bën Greqia, e bëjnë shumë vende tjera. Merita Bogdani, Partia Demokratike ka lëshuar sheshet. Çfarë do të bëhet? Kështu do të hyni në zgjedhje me ndryshimet që vendos Rama, me Ramën kryeministër? Kjo merita relative. E vërtetë është ajo që protesta që po zhvillohet nuk është e thirrur nga Partia Demokratike, por të garantoj se pjesëmarrja e Partisë Demokratike është e fuqishme në këtë protestë dhe do të jetë. Dhe ne ndjekim me shumë interes, me shumë vëmendje, dhe do bëjmë gjithçka
për mbështetjen e saj. Sikundër, pas përfundimit të gjithë procesit të brendshëm të partisë, ne do të riformulojmë agendën tonë në funksion të zgjedhjeve të ardhshme, në funksion të suksesit të protestës dhe të largimit të Edi Ramës. Ton Berisha, doktor, në Kosovë, ish kryetari i komunës Prishtinë Shpendameti u dënua me 2 vite për shkak për 170.000 euro të padeklaruara. Po këtu Belinda me 300 apartamente, apo Rama me vilë në Surrel, si nuk preken, në Kosovë nuk ka as pak as BKH. Nuk preken sepse SPAK-u është në kontroll të plot të Edi Ramës, dashur tom. Sepse SPAK-u është një seksion i Partisë Socialiste. Kjo është e vërteta. Dhe vjedhjet e Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe ministrave të tij ju garantoj se janë miliarda euro. Por, në rast e Ballukut, siç e pat dhe ju, kur një prokuror vendosi të zbatoj ligjin, ai u përball me gërsin e pakufishme të Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe bandave të tyre, u përball me votën e 83 mandateve të krimit në parlament, kështu që faktikisht SPAK-u është sot thjesht një organizatë e Partisë Socialiste. Marian Geci, në 27 vendet e BE-s, shpenzimet për ushqime përfaqësonin mesatarisht 6.2% të prodhimit brendshëm bruto në vitin 2025. Në Shqipëri, pesha prej 20.4% ishte mbi 3 herë më lartë se mesatarja europiane. Pra shqiptarët, sipas Eurostat, paguajnë më shumë se kushdo në Europë për ushqimin. A duhet një nismë konkrete për çështjen e TVSH-s dhe a duhet ju t'i bindni shqiptarët se kjo vjen nga parat e drogës që futen në ekonomi? Marian, të përshnes për pyetjen, nuk ka gjë më të dhimbshme se sa njerëzit me pagat më të ulta në Europë paguajnë ushqimet me pagat më të shtrejta. Është e vërtetë ajo që thoni ju. Në gjitha raportet është 3 herë më e madhe, 3 herë më të mëdha shpenzimet për ushqimet për qytetarë shqiptarë se për qytetarët europianë. Është e vërtetë. Por, përveç kësaj, Marian, ka një të vërtet edhe me të hidhur, shumë me të hidhur se kjo. Dhe kjo e vërtet me hidhur është se sot janë të paktën 450.000 pensionistë që nuk janë me pensionet plota dhe që marrin mesatarisht 100-110 euro në muaj. A mund t'imagjinosh, Marian, si mund të blejnë ata ilaçet? Çfarë ushqimesh mund të blejnë ata me 100 euro? Pra, ata janë në mjerit.
Këta janë në një mjerim të madh të plot. Sigurisht që prerja me gërshërët e ligjit, zero toleranca ndaj bozëve të drogës, do të rikthej normalitetin e çmimeve në Shqipëri. Por tashmë kjo nuk mjafton. Është e domosdoshme të hiqet të vëshëja për ushqimet. Është e domosdoshme të dyfishohen rrogat dhe pensionet në mënyrë që laku i kafshatës të mos shtrëngohet më tej, po të çlirohet në qafën e shqiptarëve. Fatmir Topi, kritikët thonë se në drejtimin e Partisë Demokratike janë zgjedhur të rinj pa përvojë politike apo partijake, apo persona pak të njohur për publikun. Si i përgjigjeni këtyre kritikave? Të falenderoj Fatmir për pyetjen. Kritika nuk është se nuk qëndron. E ka një të vërtet. Por, Fatmir, në qoftë se marrim, analizojmë së bashku kalvarin që kaloi Partia Socialiste, Partia Demokratike, Partia Demokratike 4 vite të fundit, të them me sinqeritet se për mua demokratët kanë treguar një heroizëm epik. Kanë bërë një gjë të jashtëzakonshme. Cila është kjo gjë? Kanë sakrifikuar në mënyrë që Shqipëria të ketë opozitë të vërtet. Kanë paguar çmim. Jo të vogël. Janë përballë me presione të gjithanshme. Por rezistuan, mbrojtën kauzën. Mbrojtën kauzën e tyre të drejtë. Kauza e tyre ishte kjo dhe vetëm kjo. Shqipëria duhet të ketë opozitë të vërtet. Kaq ishte kauza e tyre. Opozitë që të kontrollohet nga antarësia e saj dhe jo nga Edi Rama apo të tjerë. Kaluan 4 vite. Partia e përçarur bashkuar. Ja doli, siç e dinë dhe vetë, me përpjekjet jashtëzakonshme të tejkaloj çdo izolim, të garantoj mbështetjen më të madhe ndërkombëtare. Ja doli të faktoj shqiptarëve dhe botës se zgjedhjet ishin një farsë elektorale. Me gjithë këto, në të gjithë bindjen time, po jo vetëm timen, po dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të mi, në tërësi, dhe të mbar demokratëve, ndofta edhe juaja, edhe ju, Fatmir, ekzistonte një kërkesë. Partia Demokratike duhet ripërtrihet. Projektin e ripërtritjes unë kisha përgatitur, të them haptas këtu. Dhe në qoftë se ju kujtohet, kur nërmorëm nisë në rithemelimit, motoja jonë ishte kjo. Për një parti demokratike më të fortë, më të hapur, më të bashkuar. Por hapja të cilën unë e kisha punuar bashkë me bashkëpunëtorët e mi, kishim punuar jo pak,
u blokua në një farë mënyrë për shkak të arrestimit tim 333 ditë. Dhe ju e keni drejt, dhe ata që kritik nuk gabojnë. Unë nuk them se këto janë figura të njohura, por këto figura do ishin promovuar, se çdo njeri duhet të promovohet. Vetëm ka një gjë, Fatmir. Këto figura, për sa u përket të dhënave, të siguroj se i kanë ndër më të shkëlqyrat. Shumë për i tyre janë grup ekselence nga që kanë ardhë dhe janë bashku me Partinë Demokratike në ditë të vështira. I takon Partisë Demokratike u dhe u takon atyre në radhë parë që të shpalosin të gjithë aftësitë e tyre para demokratëve dhe shqiptarëve. Dhe unë kam besim se do ta bëjnë. Sikundër, Fatmir, në këtë ripërtritje, do të pranojmë se Partia Demokratike në kalvarin e saj humbi disa, të themi disa proporcione që i ka patur të lindura, native të saj. Kjo ripërtritje solli gjithashtu rivendosjen e proporcioneve të duhura në parti. Ne jemi parti kombëtare. Dhe kjo u realizue. Dhe sfundit ju garantoj se këto janë hapat para shumë të rëndësishme. Hapat tjera shumë të rëndësishme do ndërmidhen që shqiptarët të kenë një parti demokratike të ripërtrirë. Një parti demokratike me ekipet më të afta dhe më të mira për të sotmen dhe të ardhmen e saj. Faleminderit. Ema Bushati. Banka e Shqipërisë çdo vit blen miliona euro, pra de facto banka po blen eurot e drogës që futen në mënyrë informale. A është kjo arsyeja pse guvernatori i Bankës së Shqipërisë kërkon imunitet? Ema, edhe unë jam çuditur me amendimin e ligjit të kërkuar gjoja në standardin e Bashkimit Evropian. Por, siç e din ti, dhe do bëhet një check-up i legjislacionit evropian për këtë qëllim. Mirë, por në Shqipëri ndodhi një gjë që s'ndodhi në asnjë vend tjetër ndonjëherë. Edi Rama me të ardhur në pushtet arrestoi pa pritmas guvernatorin e bankës sikur të ishte roje e tuneleve të saj. E arrestoi, ja u them unë ju, vetëm e vetëm për urrëtitjen e tij ndaj tij, sepse kur shifte ndërtimet masive të rrugëve, veprave publike, besonte në marrëzinë e tij se guvernatori priste para për qeverinë. Ignorant në shkallën më ekstreme. Ai nuk kupton se një qeveri që urdhon bankën për të pre para për të, në qoftë se banka ja zbaton, i hap gropën e ardhshme. Dhe ky në atë bindje
në një akt pa besie, në një akt primitiv, gjeti një njeri që urdhoi arrestimin. Guvernatori dhe çdo njeri arrestohet në një vend të shtetit ligjor, por arrestohet mbi bazën e veprave të argumentuara penale. Kështu që unë do të bëj jemi duke studiuar, kurse guvernatori ka një problem të madh për mua dhe e tërë banka. Ata ka një përgjegjësi të madhe për heshtjen që mbajnë ndaj narkoeuros. Ata janë përpjekur në treg për normalizimin e saj. Por pa sukses, kanë ble miliarda euro. Dhe ndokush mund thote, po janë rezervë. Po problemi është se nga kjo narko-euro guvernatori duhet ta di, dhe e din mirë, dhe zëvendës guvernatori dhe tjerë me radhë. Nga kjo narko-euro kanë falimentuar në 10 mira si përmarrje shqiptare. E theksova dhe herën e kaluar e theksoj prapë. Kam qenë në Çeki në vitin 2012. Çek dikur ishin prodhues kryesor këpucësh në një pjesë të madhe të Europës. Në atë vizitë konstatova se ata pothuajse prodhonin fare pak këpucë. Ndërkohë vendi im Shqipëria ishte renditur e 8 tanë botë për prodhimin e këpucëve. Shqipëria prodhonte veshje të gjitha kategorive përfshi modë më të lartë në qytetet e saj. E gjitha kjo industri e ngritur me guximin, mendjen dhe energjinë e investitorëve shqiptarë dhe të huaj dhe punën mundin e djerëve e punëtorëve shqiptarë, u shkri si bryma para diellit nga narko-euro. Këto ndërmarrje falimentuan masivisht njëra pas tjetrës. Mbi 100 sa mi punëtorë humbën vendet e punës. Por ne, por në vitin 2013, ja dolëm të bëhemi eksportues vezësh, eksportues qumshti. Çfarë do thot kjo? Shqiptarët blinin vezët, blinin qumshtin, me një çmim 2 herë më të lirë se sot. Ndërsa sot, shqiptarët marrin qumshtin pluhur që vjen nga Serbia. Sot çmimi i tij është 2 herë më i shtrenjtë se ç'ishte. Kështu që guvernatori i bankës dhe bordi, nëse ka bord, se është organizatë Partisë Socialiste është bërë tani, do të kenë minimumin e përgjegjësisë dhe të ndërgjegjes për këtë dramë që ndodh nga narko-euro. Nuk e fshehin dot. Nuk e fshehin dot. Shqipëria sot është vendi në të cilin euro është zhvlerësuar më shumë se në çdo vend tjetër të planetit. Dhe kreu i ekzekutivit, që është kreu i Meduzës së mafjes, deklaron se jam krenar me narko-euro. Se kjo tregon ekonomi të fortë. Në një kohë kur Norvegjia, që vetëm fondin e investimeve ka 1 trilion,
dhe që nuk është në sistemin e euros, gjatë 10 viteve ka pësuar një zhvlerësim, jo të euros, një zhvlerësim të koronës, krahasim me euron, zhvlerësim për 10-12%. E po kështu, zloti polak, e po kështu, shumë e tepër fjorinta hungareze. Pra, banka dhe guvernatori ka një përgjegjësi të madhe në fshehjen që i bëjnë këtij zhvillimi dramatik, këtij fenomeni toksik për ekonominë shqiptare. Dhe këtu ka një përgjegjës për këtë, ky është Edi Rama, kreu i karteleve të drogës më të fuqishme në Europë. Në vazhdën e kësaj, shoqëri Myrtollari, mirëdita edhe ju përshëndes doktor, ka njerëz që kanë investuar çdo kursim të jetës së tyre në biznes dhe janë në rrezik falimentimi, pasi përballen gjithmonë më shumë me konkurrencë të pandershme dhe disa taksidarë që vetëm presion bëjnë. Si garantoni ju si përmarrësit e bizneseve të vogla apo të mesme që kur të vini në pushtet të rritet besimi dhe konkurrenca e ndershme dhe për t'i shpëtuar ata nga falimentimi? Faleminderit shoqëri për pyetjen. Garantimi i parë dhe i fundit është zbatimi i ligjit. Ligji dhe vetëm ligji. Se kemi zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Po të garantoj që kanë qenë pothuajse inekzistente ankesat nga bizneset për sulme partjake. Mos gaboni, mos dëgjoni ju Gjergji Lucën, të cilin qeveria edhe organet ligjbatuese e ndiqin si një trafikant i damkosur dhe thot se mi shkatroj bizneset Saliu. Sigurisht që ata të cilët e kanë mendjen tek droga, ata do shkatrohen. Po bizneset ndershme do mbrohen pa asnjë lloj konotacioni dhe ndërhyrje. Shoqëri mos harro se ne ulëm barrën fiskale, vendosëm mbi bizneset barrën fiskale më të ulët në Europë. Dhe prapë i rikthehemi asaj. Ne krijuam klimën më miqësore ndaj biznesit. Dhe vërteta është që numri bizneseve në Shqipëri ato 8 vite u rrit me 250%. Dhe ato janë të gjitha të evidentuara. Ndaj dhe ne i kthehemi me vendosmërinë më të madhe zbatimit të ligjeve dhe lehtësime për biznesin. Ben Gjorgji, lexova se Rama po falte trojet e policisë në Dërmie Palas për vila e hotele. A do e ndaloj njeri këtë monster, doktor, se po fal çdo pasuri dhe po zhbën vendin? Pse nuk i çoni deputetët tuaj ta denoncojnë këtë aferë, jo vetëm në Dërmie Palas, po kudo që ndodh? Ne do e denoncojmë këtë aferë, të jeni sigurt dhe ne po merrem me të dhe ju dhe shqiptarët duhet ta dinë se ato posta policie kanë qenë në vendet më të lakmuara në të gjithë Bregdetin. Dhe në absolute kam dyshime shumë të mëdha se aty janë investime personale të Edi Ramës dhe do hetojmë. Se unë i njoh ato zona. Por rrethanat e shkuara që kam patur. Ky po i dhuron ato për veten e tij, ma e mundshmja. Është një akt plaçkitje. Nuk këngopet. Siç plaçkiti kanionin e GPS, tha unë, jo unë, tha, po mamaja dhe Olsi
janë pronar aty, që s'kanë qenë kur pronar, tani na zhduken edhe teritoret tëra ku kanë qenë të vendosura postat e policisë në pozicionet në të përshtatshme për kontrollin e teritorit. Eda Grinci, doktor, zhvillimet e fundit rreth hetimeve që lidhen me Klodiana Llabeun kanë kthyer në qendër të vëmendjes dyshimet për korrupsionin klientelist në sektorin e shëndetësisë, plaga më e madhe për shqiptarët. Do t'ishte me interes të dëgjonin vlerësimin dhe qëndrimin tuaj politik për këtë çështje, si dhe çfarë zgjidhjesh propozon Partia Demokratike për t'i dhënë fund lidhjeve klienteliste mes pushtetit dhe biznesit. PD-ja është vetëm ai që denoncon këtë gjë, pra nuk jemi njësoj me hajdutët e rilindjes, ndërkohë që shumica e mediave dhe portaleve hesht dhe nuk e publikon këtë lajm. E vërteta është që vjedhjet Eda në sistemin e shëndetësisë janë vjedhjet me koston më të dhimbshme që kushtojnë jetë njerëzore. Dhe është reale që këto vjedhje bazohen në favorizime të oligarkëve, të fushës shëndetësisë, që të gjitha në kurriz të çmurëve shqiptar dhe të pasurimit të zyrtarëve të kësaj fushë. Gjatë qeverisë son, Eda, janë statistika shumë të sakta. Edhe atër ka patur korrupsion, nuk e mohoj. Por, çmimin që paguajnë nga xhepi i tyre qytetarët privat për shëndetësinë sot në Shqipëri është më i lartë në Europë dhe është 2 herë më i madh se ai që ishte në kohën tonë, në një kohë kur ne nuk kishim premtuar shëndetësi falas. Është 2 herë më i madh. Së dyti, si që din, në mënyrë absolute, nuk ka ekzistuar ato 8 vite çështja e mungesës së ilaçeve për spitalin onkologjik në asnjë rrethan. Unë mund të them një gjë, që kur nuk do ta toleroja një gjë të tillë. Ato ilaçe janë jetike, të një rëndësie jetike për ata të smur. Nuk do të kesh shpirt, do të jesh i zhveshur nga çdo gjë që të pranosh të mungojnë ilaçet atyre. Do ta tregoj prap këtu Eda një episod. Jo për të smurt me smundje neoplazike që s'mund bëj fjalë. Por më sjelli një herë në Tryez një kërkesë për Exaden. Exade ishte një medikament shumë i kushtueshëm, që përdorej nga të smurt me talasemi, të cilët detyroheshin në fazat caktuara të mbanin shiringa me injeksione në bark. Rastistet që këto ishin vajzat reja, si thuaç në një farë mënyre i lëndon të mjaft. Ne e morëm ilaçin. Ne vendosëm ta marrim atë ilaç në një kohë kur vendet të tjera nuk e kishin marrë. E morëm dhe nuk gabu. S'mund t'imagjinohet. Morëm 3 ciklotron.
3 ciklotron për neurokirurgjin dhe për onkologjin. Nuk mund të mungonin. Sot thonë që nuk ka skaner teknologjisë më të lartë. Ne i solëm ato. Natyrisht ka ndalë jashtë funksioni, koha teknologjia ecën. Pra, pavarësisht nga, nuk them se ishte e përsosur, jo, por absolutisht nuk mund të kishte kur munges ilaçesh jetike, nuk mund të kishte kur munges aparaturash të diagnostikimit të gjerë të teknologjisë më të lartë që duheshin. Kjo është. Ciklotronet janë pothuajse jashtë përdorimi, pjesë të këmbimit vinë dhe mbeten aty rezervë, mbeten të depozituar në magazin dhe nuk i vendos, e tjerë. Pra ka një, si brakioterapia herë funksionon, ka një braktisje abondonim të këtyre smurve, të gjitha këto nga korrupsioni i papërmbajtur i ministrave për hir zvërtetës, edhe Edi Rama ka duart e tij të zeza në këtë vjedhje. A ju kujtohet ju? Prisni, ju lutem. Si u zhduken këto? Po u zhduken këto fonde, sepse u vodhen. Sterilizimi për të cilin spitalet paguonin, po e marrë në mënyrë arbitrare 1 lek, u privatizue nga Edi Rama dhe ky Beqa dhe ministri i tij Beqa u privatizuan duke rritur çmimin sipas vlerësimeve reale të ekspertëve me 84 herë. 84 herë. Fatura për sterilizimin, lek që përdorshin për ilaçe të smurë tjerë, u rrit 84 herë. Edi Rama, në këtë vjedhje monstruoze, ju kujtohet apo jo? Kalonte nga studio televizive, kishte marrë një pincë me një krah dhe një gërshën të thyrë, dhe thoshte ja me se operoshin. Mashtronte për të mos prish gojnë, se mund t'i vesh çdo epitet. Absolutisht, ja u them shqiptarve, që si ishte kur e vërtet. Për kundrazi, për sallat e operacionit të fëmijëve, janë sjellur komplete kirurgjikale të praruara dhe s'mund kurseshin kur. Dhe ky nxjerrët kishte marrë në kazarmë një pincë të thyrë dhe shkonte sepse do vjedhte me Beqen. Dhe tani as e kanë thirrë di shpitar më njëherë. O gertën korbën e Covidit, që i vazhdoj ato se Beqa vërtet i vendosi, po ato mund ndërprishin çdo kohë. I vazhdoj ato për vitet tëra, duke nda para me Ramën, nuk e kanë thirrë njëherë për to. Sepse skapi është seksioni i partisë. Griselda Selimaj, mirëdita doktor, dje Rama ka bërë gestin më të shëmtuar, duke folur me një fjalor përçmues me një fëmijë me aftësi ndryshe. Në zgjedhjet e mëparshme ai ka deklaruar se kush voton knetën e bufave, duke ju referuar PD-s, duhet të jetë autik. A mund të kërkoni thirrjen e Komisionit Etikës ose ndëshkim nga instancat përkatëse, si brenda apo jashtë vendit, për fjalorin e një kryeministri ndaj atyre me aftësi ndryshe, por edhe të shqiptarëve në tërësi, përfshirë protestuesve që i quan korba dhe sova. Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjen. Edi Rama manifeston në mënyrë të përsëritur
psikologjin e një birbo e një urrejtësi. E ka trashëguar, e ka familjare. Absolutisht ja u them unë ju. Sepse në edukatën e tyre familjare, mëshira për atë që është nevojë, dhimbshuria për të nuk ekziston. E vura re xhestin. Gjest më tult dhe më shnjërzor nuk mund të kishte. Kur foli për nënën, që përdori terma për i halabaku në vlerësimin ai imitoi djalën e tij që mbante kokën në një anë shtrembër, djalë me aftësi të veçanta. Ishte një akt shumë i shëmtuar. Dhe në një farë mënyre e nxjerrë Edi Ramën në nivelin e instinkteve më bazale, më shtazore të njeriu. Pse imiton ti atë? Çfarë kërkon që ti imitosh? Po unë mendoj se unë pash se fatmirësisht, pavarësisht nga kontrolli që u bën mediave konvencionale, mediat sociale e kishin trajtuar në mënyrën më të merituar dhe më të gjerë dhe unë i përgëzoj ato. Komision etike këtu janë, natyrisht ne do i shohim gjitha modalitetet, po këtu nuk ka organizata që mbrojnë fëmijët. Janë shushunja, ato janë shushunja, që plaçkisin fonde për mbrojtjen e fëmijëve. Më ka bërë dhe nuk mund mos e them se një nga aktet për mua më të shëmtuara, më kriminale, ka qenë publikimin nga Altin Dumani, Arben Kraja dhe Nkeleda Milonaj në një akt urrejtje dhe armiqësie ndaj meje të emrave të fëmijëve me autizëm, për fajin e vetëm se ata, fëmijët e mi, dhëndrim dhe fëmijët e mi, i kishin sponsorizuar familjet e tyre, kishin paguar shpenzimet për trajtimin e tyre në qendrën e autizmit, që drejtohet nga doktoresh Liri Berisha, pa asnjë lloj absolut, pa asnjë lloj shpërblimi mbi tokë, përveç se për pasionin e vet. Dhe këta e gjetën këtë akt korruptiv, që çfarë janë këta, më thau. Po këta edhe nazist, edhe sigurim së të poshtër po t'ishin. Nofta deri këtu nuk shkoni, nazist shkoni, edhe sigurim të shkoni. Po mund të bëjnë prokurorët një akt të tillë. Mirë, po çfarë të thuash prokurorëve kur e bën Edi Rama atë jetin akt? Kur duke marrë fjalimin, lëshon kokën mbi supë për të imituar djalin me aftësi të ndryshme. Këta janë
për sa i përket ndjeshmërisë janë në nivel shtazor. Këta janë në nivel shtazor. Kjo është e vërteta. Dhe asnjë organizatë e drejtave të fëmijëve nuk ngriti zërin për ato 3 fëmijë. Duke treguar se s'janë gjatë tjetër të shushunja të shpifura të fondeve që i jipen për mbrojtjen e fëmijëve. Faleminderit. Priscilla Stërkaj, cili është hapi i radhës i Partisë Demokratike pas zgjedhjeve të sekretariateve? A do të ketë zgjedhje të tjera apo do të nisni përgatitjet për të dalë në fushat? Priscilla, faleminderit për pyetjen. Vërtetari do të jenë shumë planshe. Së pari, ripërtritja do vazhdoj. Unë ju siguroj ju dhe siguroj shqiptarët se Partia Demokratike ka vlerat të çmuara shumë, të cilat do vazhdoj t'i paraqes për atyre. Së dyti, do përqendrohemi me të gjithë energjitë tona në organizimin e partisë, digitalizimin, modernizimin e saj, përsosjen e vizionit të saj dhe pa diskutim, përgatitjes më të mirë të mundshme për zgjedhjet të ardhshme lokale. Këto ishin pyetjet për sot, doktor. Doni ta përmbyllim me një mesazh të fundit? Ju falenderoj shumë për pyetjet, komentet dhe mirëpres çdo vërejtje sugjerim nga ju, të dashur qytetarë dhe qytetare. Por do ta mbyll me një thirrje të bëjmë gjithçka për të mbështetur këtë protestë qytetare. Nuk ka, ja u them me bindjen më të madhe dhe në interesin tuaj më të madh. Nuk ka investim më të rëndësishëm, më fisnik, se sa investimi në suksesin e një opozite qytetare, e një proteste qytetare, rinore qytetare. Është mendoj unë, detyrimi më i madh i çdo qytetari që beson se ka përgjegjësi për veten, familjen, komunitetin, shoqërinë dhe kombin. Ndaj dhe kam thirrje për çdo antar, për çdo simpatizant, për çdo mbështetës dhe mbështetës të Partisë Demokratike dhe qytetarë, të bëj gjithçka për të ndarë nga koha e tij në mbështetje të kësaj proteste, e cila për hir të zvërtetës e ka falimentuar Edi Ramën. Unë kisha deklaruar në mënyrë të përsëritur se ne plagosëm atë rënd, por tani mund të them se është i plagosur fatalisht. Ai nuk ka më shpresë. Ndaj dhe është në duart tuaja, të gjithë secilit për jush,
t'investoj me të gjithë forcën, entuziasmin, vendosmërinë dhe guximin në këtë protestë qytetare dhe t'jetë kjo një protestë e suksesshme shpëtimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Faleminderit.